mund të tregu cilat janë pritshmëritë e juaja për seancën sot? Ka pasur themi pak lëvizje nga seanca e kaluar, ndonse është përmendur shumë emri Fatmi Limaj për krye parlamentar. Për juve është e pranueshme ky propozim dhe çka pritni nga seanca sot? Ju e dini që partisë fituese i ka takuar me prezantu kryetarin për kuvendin e Kosovës dhe tani për 20 herë po provojmë që ta kemi konstituimin e kuvendit, një proces tepër i rëndësishëm për demokracinë tonë, po dhe i domosdoshëm, por kjo ka shpërfaq një pa aftësi të partisë fituese për ta siguruar shumicën në kuvend. Edhe kjo tregon shumë që partia fituese nuk ka lënë as pak hapësirë për partneritet përmbajtësor që do t'i siguronte Kosovës të mira. Kjo është për fatkeqësi në fakt, sepse ne jemi duke u përballë me procese tepër të vështira për qytetarët. Mos harroni që energjia elektrike është shtrejtuar, është bërë e papërballueshme për shumicën e familjeve në Kosovë, është bërë detyruese për të falimentuar shumë biznese në Kosovë, edhe kjo krizë do të reflektojë në rritjen e çmimeve në mënyrë sistematike të gjitha produkteve. Kjo e bën të papërballueshëm jetesën në Kosovë. Shikoni ambasadat, ka raportime për rritje të numrit të aplikantëve për të ikur nga Kosova dhe kjo e shpërfaq vërtet mendësinë e vetëvendosjes se si dëshiron ta shesh shtetin e Kosovës. Ne si parti kemi dhënë propozimet tona për dalë nga kjo situatë, për shkak të numrave dhe për shkak të papërshtatshmërisë së këtij konstelacioni brenda parlamentit edhe pa përgjegjësisë së partisë së parë. Domethënë ne kemi propozuar që të jetë një qeveri kalimtare deri në zgjedhjet e ardhshme, gjithëpërfshirëse, unifikuese për të ardhur deri tek një zgjidhje e pranueshme për të gjithë. Fatmi Limaj është unifikues Fatmi Limaj për kryetar kombëtar. Jo, nuk e di, me thënë të drejtën, kushdo që prezantohet nga vetëvendosja, ne kemi thënë që nuk do ta votojmë dhe kjo është një qëndrim që e kemi bërë të njohur tash sa herë. Ne e preferojmë Lumir Abdi Gjikun për shkak se kemi garuar edhe me program të qartë dhe ne synojmë që në çfarëdo qeverie t'i realizojmë projekte tona të cilat janë në të mirë të qytetarëve të Kosovës. Mos harroni, kemi planifikuar që t'i rrisim pagat më njëherë për qytetarët, të bëjmë disa reforma ekonomike që do ta bënin më të lehtë jetën e qytetarëve, prandaj kjo ka qenë propozimi jon, por për qeverinë unifikuese do t'ishte detyrë të gjitha partive politike që të negocionin dhe të vinin pastaj me propozime. Ideja për qeverinë unifikuese nuk ka qenë domosdo që t'jetë kryeministri nga ana tona, po t'jetë si rezultati një negociimi të brendshëm. Po kjo është zgjidhje kalimtare, të cilën me gjas nuk e kanë përkrahur partitë e tjera. Faleminderit shumë.